Shtetet e Bashkuara do të mbyllin të dielën një numër ambasadash dhe konsullatash për arsye sigurie. Fjala është për ambasadat dhe konsulatat që normalisht janë hapur të dielën, të cilat janë kryesisht në vendet muslimane. Administrata Obama thotë se është jashtëzakonisht e zgënjur me vendimin e Rusisë për t'i dhënë strehim të përkohshëm Edward Snowdenit, ish kontraktori i zbulimit që kërkohet nga drejtësia amerikane. Niveli i papunësisë në Shtetet e Bashkuara ra në pikën më të ulët që nga fundi i vitit 2008. Por tregu i punës shtoi vetëm 162.000 vende muajin e kaluar. Qeveria thotë se niveli i papunësisë në korrik ishte 7,4%. Nën presidenti Joe Biden kryesoi ceremoninë e betimit të zonjës Samantha Power si ambasadorja e re amerikane në Kombet e Bashkuara. 42 vjeçaria Power u konfirmua nga Senati me 87 vota pro dhe 10 kundër.